Policia e Kukësit ka vendosur në prangar një 45 vjeçar i cili ishte shpallur në kërkim që në qershor të 2024-s. Gjatë operacionit të qershorit, policia e Kukësit arriti të kapë 3 parcela me bimë narkotike kanabis nëpërmjet të pamjeve me dronë dhe ka gjetur në banesën e tij një armë Kalashnikov. Gjykata kishte caktuar masën e sigurisë arrest Mërbuk për vepra penale, kultivimi i bimeve narkotike, ndërkohë referuar të dhënave zyrtare, qarku i Kukësit vijon të jetë në hartën e kultivimit të bimeve narkotike. Në territorin e qarkut Kukës për vitin 2024 janë konstatuar 18 raste të kultivimit të bimeve narkotike me 3256 bimë të asgjësuara dhe 568 fidan në kubik. Nga krahasimi me të njëjtën periudhë të vitit 2023 për vitin 2024 janë shënuar 11 raste kultivimi më pak, 6840 bimë narkotike më pak të konstatuar dhe 568 fidan në kubik më shumë. Për ta hequr qarkun e Kukësit kryesisht nga harta e qarqeve të kultivimit të lëndëve narkotike, vazhdimisht kërkohet një bashkëpunim më i ngushtë me sektorin e luftës kundër narkotikëve, me kryepleqt e fshatrave, drejtuesit e njësive dhe institucioneve të tjera.